Pretendime se unë mendoj që megjithatë është një konsensus që zotëri Abdigjiku pakën duhet ta çojë këtë mandat deri në fund. A do të ketë kundër kandidat në zgjedhjet e ardhshme që duhet bëhen pas 2 viteve mos gabofsha, zgjedhjet e brendshme, duhet me po duk sinjalet e para janë që do të ketë. Dhe zotëri Hoti mund të jetë njëri prej kandidatëve që mund t'i bëj përballë. Për ndryshe, unë mendoj se brenda LDK-s janë 4-5 emra që pa pikë problemit do të mund të ishin kryetarë. Për shembull Kujtim Shala, i cili asnjëherë nuk ka kandidu, nuk ka shpreh pretendime, por lirisht mund të jetë. Për shembull zotëri Lutfi Aziri, prapë unë mendoj se ai mund të jetë kryetar partie. Zonja Hykmet e kohëve të fundit ka kriju një lloj reputacioni edhe brenda struktura partisë, por prapë po them aktualisht unë nuk shoh arsye pse duhet ndruar Abdigjiku, ai duhet vazhdoj me reformat, ndoshta duhet t'i ndroj disa sjellje dhe qëndrime brenda partisë, duhet jetë më i hapur, sidomos në komunikim me strukturat e partisë, me kryesin dhe të jetë më t'i dëgjoj më me vëmendje kritikat ato që unë pajtoj me Halilin që ndoshta për shkak se megjithatë 4 vjet me qenë kryetari i LDK-s nuk janë shumë pas parasysh faktin se ai edhe karrierën politike brenda LDK-s nuk e ka gjatë dhe i është dashur kohë me i njoh strukturat, jo vetëm kryesin, por edhe degët, nëndegët, me u familiarizu me qasjen se LDK-ja është një farë partie, ndonse në vota nuk është gjigant, megjithatë është kogja e madhe, edhe lëviz pak ngadalë. Edhe ajo duhet dinamizu, edhe në qëndrimet e tyre, edhe në veprimet në nivel shtetëror. Gjinja cilës i votojnë parti tjera, apo do me thonë? Po, struktura është. Ata që lidhë mo me LDK-n kur gjo? Jo, ti tash votus, këta nuk po arrin, jo, ti a ka struktura, LDK-ja ka në ndeg, në secilin fshat të Kosovës, pra është shumë e shtrime gjanë. Çështja është se apo mund këto struktura me u dinamizu mjaftueshëm që me sjell vot, se nuk është secili, nuk mund partit politike me mbështet vetëm struktura në antarësi tyre, se kur vje puna janë ata qytetarë që nuk janë aktiv në për parti, që e përcaktojnë fitusin. E këtu LDK-ja është e ngathët. E kam thonë çdo herë janë të ngathët në marrjen e mbështetjes, sepse menojnë që na jemi më të mirë edhe njerëzit duhet me nga mas neve. E kjo nuk vlen kështu, dhe sidomos pjesa më e vjetër, strukturat më të vjetër e kanë pas më shumë këtë qasje. Na jemi të mirë, na jemi shtetformues, që ka qëndru ajo, dhe njerëzit duhet me ardhur me na votu edhe me na mbështet neve. Në përmbytjet e emisionit, LDK a mendon se do të shkojë në koalicion me vetëvendosjen? Nëse ju referohemi qëndrimeve të fundit, ata kanë përjashtu si mundësi të tillë, ndonë se nuk e përjashtojnë mundësin nëse ju ofrohet kryeministri. Nëse vetëvendosja Albin Kurti është i gatshëm me hjek dorë prej pozitës së kryeministrit, edhe mund të ndodhë. Ku është e më afër, me vetëvendosjen apo me pjesën me PDK? Ku do doja unë tashi, ja, është me opozite, me parti tjera. Por nëse, kjo do t'ishte një qeveri afat shkurte, një vit, sepse kur vjen puna të zgjedhjet për president, pa vetëvendosjen është shtirë, jo shtirë, është e pa mundur me e zgjedh presidentin. Nëse dojmë një qeveri afat gjate, mund t'jetë me vetëvendosjen.